Por derisa të ke dulën që kanë 30 vjet që kanë agjendat hapura shoviniste për territorin shqiptar, ti nuk është servilizëm këtu. Dhe ajo shërbimi që i bë Berisha, ky sovranist i madh, në një moment tillë që është keq për vota dhe mendon se do të ketë mbështetjen e qeverisë greke dhe të emigracionit grek, kjo domethënë është nuk mund të thuhet mos servilizëm. Dhe mos harroj që Berisha edhe kur ishte në takimin në Greqi premtoi rikthimin e çështjes detit grekëve. Kam frikë se duke ndërtuar kontekstin vetëm me Berishën, ju do të futeni në krizë. Jo, nuk e kam me Berishën, e kam se pse thot është servilizëm, nuk është servilizëm. Dule dhe Beleri që kanë 30 vjet që tallen me këtë vend dhe nuk është faj tyre, po është faj i këtij populli, që i lejojnë të tallen, të vrasin, të presin, ndërtojnë agjendat e veta, fare hapur, nuk ka nevojë. Fare hapur. Fare hapur me të gjithë, e kisha jo në mënyrë të dhe ne e lejojmë, a ndodh kjo në Greqi, a ndodh kjo në Serbi, a ndodh kjo në Malzi, a ndodh kjo në Maqedoni? Jo.